Banorët e njësisë administrative Shushicë në Elbasan kanë protestuar ndaj faturimit të ujit të pishëm. Banorët thonë se ndonë se nuk e konsumojnë ujin nga ujësjellësi fshat, faturat u vijnë rregullisht. Ata shtojnë se uji është aq i ndotur sa shpesh kanë gjetur dhe zvaranik në tubacione. Ujësjellësi nuk do ka ardhi jetë shofi veni ku kemi bën ne. 8 vjet. Puset ne kemi bën vetë, tubat i kemi ble vetë, investimet e kemi bën gjitha vetë. Sot na vjen faturë ne nga 400.000 lekë, 500.000 lekë për çdo shtëpi. Pa investuar se gjë. Themi pse s'ka ujë markush, ikim me shofi atje, ne gjejmë gjarprin, e tërheqim gjarprin atje, e marrim e nxjerrim, gjejmë bret koska, i merrim i gjerë dhe pin ujë fëmijët ton. Atë paguajmë lek ne. Na smonë fëmijët, na smonë njerëzit. Kam grua në shtëpi në shtrat. Pse për ujë? A ne lart, kalosh lart, janë të gjitha tubat e çame. Pagesa bon tamam dekun e morën. Un pata 70.000 vet. Dhe vajta i pagova. Në qendrën shëndetësore të Shushicës, mjeku i familjes Enver Çaçiu thotë se nga konsumi i ujit të ujësjellësit që ka përmbajtje të madhe bakteriale, fëmijët kanë shfaqur shpesh probleme gastrointestinale. Shqetësime të mëdha në banorët, në shqetësime gastrointestinale në fëmijët e vegjël, të cilët her pas here i shfaqen her pas here. Pas analizave të bëra, rezulton që uji është me ndotje të lartë mikrobike, duke bërë rrezik për shëndetin e banorëve. Banorët kërkojnë që problemi ekzistues prej 5 vitesh të marrë zgjidhje, ndërkohë që të kontaktuar, askush nga ndërmarrja e ujësjellës fshat në Elbasan nuk pranon të flasë për këtë çështje.